edhe përpjekja e 36 të përkonstituimin e Kuvendit të Kosovës ka dështuar. 4 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, mungesa e një marrëveshjeje politike midis partive parlamentare ka bllokuar formimin e organeve drejtuese të legjislativit. Çështja kryesore që ka sjell këtë ngërç është emërimi i kryetarit dhe nënkretarëve të Kuvendit. Kandidatja e Lëvizjes Vetëvendosja Albulena Haxhiu nuk ka arritur të sigurojë shumicën e nevojshme prej 61 votash në votimet e hapura. Ndërkohë partitë opozitare PDK, LDK-AK dhe Lista Serbe nuk kanë propozuar ende përfaqësuesit për komisionin që do të mundësonte zhvillimin e një votimi të fshehtë siç e parashikon procedura për dalje nga situata. Ekspertët e së drejtës kushtetuese kanë ngritur alarmin për keqpërdorimin e boshllëqeve ligjore nga ana e partive, duke akuzuar klasën politike për mungesë vullneti dhe papërgjegjshmëri institucionale. Sipas tyre, bllokimi i funksionimit të Kuvendit nuk është më çështje teknike, por krizë thellë politike. Seanca e radhës është thirrur për ditën e mërkurë më 25 qershor, por pritshmëritë për arritjen e një marrëveshjeje janë të ulëta duke qenë se